Nga intervista e mbrëmshme e kryetarit të LDK-s Lumer Abdigjiku, u kuptua diçka që nuk kuptohej prej kohësh. Çfarë presidenti e do Albin Kurti? Përgjigja ishte që na duhet një president që s'du ta them, po do ta them, që merret me shoqatën e zjarfiksave. Në anën tjetër, Albin Kurti na thoshte se dëshiron president Murat Jasharin. Pra Albin Kurti e donte hiç më pak se Murat Jasharin që të merrej me shoqatën e zjarfiksve. Një figurë e profesor e personalitet si Murat Jashari do të gëzonte mbështetje gjithë partijake, do të ishte nder për Republikën. Nder për Republikën? Apo nder për shoqatën e zjarfiksve? Insistimin që të bëhej president, profesor juridikut, nipi Adem Jasharit, pas ka pas qenë pritje për sjellje e shoqatave. Këtu duhet këtë gabuar Vjosa Osmani, kur në vend të takimit me shoqatën e zjarfiksve, takoi me presidentin e shtetit më të fuqishëm në botë. Dhe Abdigjiku nuk është i pari që e dëgjon Kurtin teksa tregon çfarë niveli e do presidentin. Ai me djeja kishte bërë edhe Osmanit. Nuk është që ka pas ndonjë vërejtje specifike, përveç që po i duhet një president që nuk merret fare me politikë të jashtme. Fatmirësisht, sikur do herë, familja Jashari janë një hap para të gjithëve. Njëjtën e ditën kur u refuzua ky post nga vetë Murat Jashari, sepse kjo familje, ndryshe nga sa po e mendoka Kurti, qëndron për më shumë se sa takim me shoqata. Ama jo me kesh përdorur emrin e familjes Jasharit për pozita personale.